Mirëmëngjesi hoxhi nderuar, unë të prezantova si Nexhmedin Sopi, po më duket se gabova Nexhmedin Bajrami, apo jo, të kërkoj shumë ndjes. Ja, të lutem, s'ka. Hoxhëri me Bajramin, paqe dhe begati në familjen tuaj. Faleminderit shumë. Mirëmëngjesi, urime edhe nga unë. Faleminderit. Se që keni begati në familjen tonë, paqe dhe lumturi. Faleminderit shumë. Faleminderit, urime edhe për juve. Faleminderit. Për gjithë besimtarët shqiptar, kudo që janë, Kosovën, diasporë, sigurisht për gjithë muslimanët në rrugën toksore. Hoxh të flasim pak edhe për Ramazanin, me qenë se 30 ditë shkuan për mu shumë shpejt. Është një muaj i shenjtë, i përkushtimit dhe i tolerancës. Çfarë rëndësie ka ky muaj, hoxh, për fenë islame? E para faleminderit për mundësinë e dhënë, faleminderit edhe për këtë ditë që më keni ftuar, sepse është një ditë e madhe sigurisht për ne, edhe për gjithë besimtarët, me që jemi në festën e Fitr Bajramit. Ramazani pa diskutim që është prej 5 shtyllave të islamit, domthonë është dëshmia, është falja namazit, zakati, mandej vjen agjërimi Ramazanit, pastaj vjen edhe shkruja në haxh. Është një ndjenjë absolutisht e papërshkrueshme, po kjo vjen si rezultat, domthonë agjërimi si rezultat në radhë të parë në besimin që kemi në Zotin dhe kemi bindje besim, domthonë në krijuesin e gjithësisë. Dhe pa diskutim që agjërimi dhe ndërton një raport social ndërmjet njerëzve. Me që e thatë edhe ju, shkun shpejt, e vërtetë që shkun shpejt të 29 ditë, pra kjo muaj, sepse po e ndërton një raport më të afërt e para familjar, sigurisht edhe rreth edhe shoqëror. Minimalisht njerëzit për kohën e iftarit, domthonë familjet po bëhen bashkë. Dhe kjo është ndjenja më e mirë kur i sheh familjet që po bëhen bashkë. Edhe sot dita e Bajramit që është një ndjenje përzierë, sepse siç e thatë edhe ju e potencuat, është një ndjenjë edhe e mërzisë kur shkon Ramazani. Ndaj sot është ditë gëzimi, po sigurisht ndjenjat janë të përzira, po pa diskutim që është ditë e lumtur, ditë me. Po juve hoxh, çfarë ndjenje ja jep përfundimi i Ramazanit, juve personalisht? Mua personalisht të thash, pra për mua është një ndjenjë e mërzisë më tepër kur shkon muaji madhreshëm i Ramazanit, sikurse thash që e ndërtojmë që të raportin social e para në familjen tonë edhe ta jep një paqen vetvete mas pari. Dhe këtë paqe sigurisht mundohesh me e transmetohet të tjerë. Mirë po këtë frymëzim edhe këto vlera që ne i përfitojmë në muajin e Ramazanit, e mira është që të ruajmë edhe të kultivojmë të për gjatë muajve të tjerë. Sepse pikërisht Ramazani është shans, domthonë është mundësi që jepet individëve, që jepet shoqërisë njerëzore, por me theks veçantë i jepet besimtarë të besimit islam, që të reflektojnë. Dhe unë besoj që këto vlera thash që i kemi kultivu për gjatë këtij muaji, na përcjellin në muajt në vijim, po dhe këtë pozitivitet sigurisht që e kemi reflektu, ta reflektojmë në muajt në vijim. Për ata cilët kanë paragjykime, për ata cilët kanë urrëtie, unë besoj që duhet të mësojnë para se gjykojnë, sepse po të gjykosh para se mësosh, besoj nuk ka sens edhe gjykimi. Ramazani është edhe muaj i pastrimit fizik edhe shpirtëror, apo jo? Çfarë të mira sjell, çfarë përfitime sjell ky muaj? Para, domethënë sjell përfitime shpirtërore, sepse ne e bëjmë një ringritje shpirtërore, që besoj që secili prej neve ka nevojë që ta ndërton infrastrukturën shpirtërore në radhë të parë, sepse ne mund të kemi infrastrukturë të zhvilluar, domethënë kuptimin praktik të fjalës, po edhe në jetën tonë të përditshme, por kemi nevojë për një ngritje shpirtërore, dhe kjo ngritje shpirtërore bëhet kur ne besojmë Zotin dhe nuk jemi të lohatur për asnjë moment. Pra e kemi bindje. Në aspektin e përfitimeve fizike kam dëgjuar numër të pafund të dietologëve, të mjekëve të ndryshëm, domthonë absolutisht, edhe sot bën një pjesë ligjëratës e kushtova që ka të bëjë sigurisht me mjekësinë, po mora edhe veten pak planin personal që kur shkon edhe i ban analizat mas Ramazanit, e shef që je shumë më mirë se sa ke qenë para Ramazanit. Sigurisht kur s'ke abuzu, kuptohet edhe me ushqimet. Më e para është përfitim shpirtëror, pa diskutim. Absolutisht. Hoxh nderuar, sot në studion e lidhje direkte kemi edhe Don Mikel Sopin, i cili do të lidhet direkt. Dëshirum që ta kemi në studio edhe një prift të nderuar që na tregoj më shumë edhe rreth harmonisë ndërfetare që e kemi, edhe respektin që e gëzojmë nga të gjitha komunitetet. Po sigurisht, përshëndetje Don Mikel. Përshëndetje i nderuar. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët.
Ju jeni nga Ferizaj tash, apo? Unë në fakt sa kem dalë nga Bashkia Islame e Kosovës, ku bashkë me kryun e Kishës Katolike në Zotë Gjergjën, ishim për të shpreh urimet tona dhe për të ndarë gëzimin e kësaj feste të vëllezërve tanë të besimit islam. Kjo të regon... Faleminderit shumë. Kjo të regon, prifti nderuar, që populli kosovar ka harmoni fetare ka shi bindjeve të ndryshme që kemi. Po, në fakt, ne jemi vetëm duke vazhduar atë që brezat e tërë e bën një gjë të tillë, ndërsa gëzimi jonë më sa do më i madh, nga se ata në rrethona kretjera, kur vërtet luftonin për drejtat elementare, për ekzistencën e tyre, dinin të danin gëzimin bashkë, por edhe sprovat që kishin shekujt e tërë, dhe tani falenderojmë edhe Zotin që po kremtojmë në rrethona tjera dhe bashkë i ndajmë gëzimet e kësaj feste. E uroj që ta lëmë edhe një vepër, një mesazh të mirë dhe pozitiv që në fakt le t'ju shërbej edhe brezave që do të vinë, se duke jetuar bashkë, ajo është një mirë e përgjithshme, një mirë e cila i sjell të mirë vendit, njerëzve tanë, e familjeve tona dhe në tërësi shoqërisë tonë. Prifti nderuar, është një rast shumë i veçantë në Ferizaj ku në të njëjtën u bërë ndahen kisha dhe xhamia. Është kjo një veçanti dhe ndër harmoni fetare? Po, sigurisht se edhe ajo e ka rolin e vetë, por ne mund të jemi shumë afër fizikisht dhe larg me jetë, dhe unë mendoj që në rënd parë vlera kryesore është ajo që ne jetojmë bashkë, gëzohemi bashkë, i ndajmë të mirat dhe këqijat bashkarisht, pa marrë parasysh nga afërsia fizike. Hoxhë nderuar, si ndjeni kur merrni edhe urime nga të gjitha komunitetet tjera, fe tjera? Edhe njëherë, Don Mikel, përshëndetje për ju, përshëndetje sigurisht më të përzemërta. Po, të uroj shumë të mira, ne do të shihim edhe fizikisht sigurisht pak më vonë kur edhe keni caktuar kohën, kështu që jam rrugës për të takuar edhe fizikisht nga afër për t'i shpreh urimet e mia edhe të Kishës Katolike në Xherojës në Ferizaj, por edhe të i peshkujës që me gëzim t'i kremtojmë bashkë gjitha festat, qofshin ato fetare apo kombëtare, urimet e përzemërta në shpëtim ty dhe gjitha ata që festojnë sot. Faleminderit shumë, Don Mikel. Desha të rreth e kësaj faktin që kulti i mikut të ne shqiptarët është vlerësuar shumë. Edhe Don Mikeli unë e kam një mik të veçantë. Don Mikeli ka disa vite që po shërben si famultar në kishën Angeli Rojës, kështu që ne kemi një miqësi të veçantë, edhe besoj që ne përcjellim pozitivitetin kudo që të shkojmë. Shpesh takohemi sigurisht bashkë. Edhe në kryet herës e thash që njerëzit sa më tepër duhet përcjellin pozitivitet në mënyrë që ta heqin urrëtitjen, pavarësisht se prej që është kriju njerëzimi, normalisht unë menoj që në përqindje më të madhe ka pas njerëz të mirë. Edhe në ata që na bashkon, sigurisht është besimin e Zotit një, pa diskutim, edhe dashuria për njëri tjetrin, pa asnjë diskutim, dashuria për atë vend, për kombin s'ka diskutim. Mesazhe shumë të mira këto. Lut Zotin ta ketë shpërblyë çdo individ, gjithë ata që Amin inshallah. Faleminderit shumë. Don Mikel, faleminderit shumë për gjitha këto urime, me qenë se dhe jetu vëzit nuk po të marrë me shumë kohë, falenderojmë ty shumë që ndaje kohë për ne dhe gjitha urime që na dhe. Knatësi me të pas. Ishte knatësi, që të mira. Faleminderit, Don Mikel. I të mbarë. Hoxhë nderuar, sot është edhe dita e Fitër Bajramit. Çka po simbolizon kjo festë për muslimanët? E para, pas një muaj të agjërimit që ne e bëjmë, ne muslimanët, edhe thash pas atij rregulli që ne e ndërtojmë për gjatë ditëve të Ramazanit, i Madhi Zot e ka bën një festë që quhet festa e Fitër Bajramit dhe pa diskutim është gëzim për ata të cilët janë besatuar me Krijuesin dhe i kanë dhënë besën Zotit. Zoti në shumë vende në Kur'an
është drejtu me fjallën ja ju helledhine amenu, do më thonë që i vje o ju besimtar. Do më thonë me tekst veçantë ju është drejtu besimtareve, ka disa jetë që cilët thonë ja ju hennas, do më thonë kur ju drejtuat Zoti gjithë njerëzve. Dhe pa diskutim që Fitër Bajrami simbolizon gëzimin. Simbolizon, do më thonë, gëzimin në premtimin e përmbushur që ne e kemi bë ndaj Zotit të Madhreshëm. Edhe kur e uran, në radhë të parë familjen, edhe kur i uran meqët dhe gjithë njerëzit të cilët e presin me padurim Ramazanin, për sigurisht për mbylljen e Ramazanit dhe ardhjen e Fitër Bajramit, e keni ndjen të veçantë. Edhe thash Bajrami edhe vetë feja, si tërsi, është paqë. Një ndër veprimet me të veçanta është edhe dhurimi sadakas. Pse bën kaq të veçantë edhe të rëndësishme? E para, sadaka është institucion në vete, sepse kjo është sadakatul fitër thirët, vetër, edhe jepët vetëm në muajin e Ramazanit, është pastrem për donjë, të them gabim, mos ta përdori fjallën mëkat, për ndonjë gabim të mundshëm që mund ta bëj agjeruesi dhe jep fitrin ose ndon një shujtje ditore. Me që tashmë jemi në rrethonat krejtësisht tjera në raport me shekujt e mëparshëm, është një shumë të cilën e cakton institucioni përgjagjës, në këtë rast që është Bashkia Islame e Kosovës, dhe njerëzit e japin nga shpirtëmirësia e tyre, pa diskutim, dhe japin në për vende ku ata e mendojnë. Që jep në Bashkinë Islame për mbajtjen e institucioneve fetare, dikush që qënë dikun ku ka nevojtë e varfër, e kështu domon njerëzit vlerësojnë. Por veç ta potencoj këte, domon si organizim, këte e ka të drejtën edhe ekskluzivitetën vetëm Bashkia Islame. Nësë mund të detyrojmë një individ ose një familje ku e qënë sadakatul fitrin, po jo një grup ose një organizat tjetër jashtë organizimit të BIKO-t ose Bashkia Islame të Republikës Kosovës. O që lejo të festojnë të ditë dhe ata që nuk kanë bindje fetare islamike? A lejohet, dhe me thonë, ne së mund të themi që i ndalohet askujt, por e kanë ndjenjen edhe e kanë gëzimin e njëjtë, saj që e ka agjëru Ramazanit, saj që ka bindje për Islamin, ja. Kemi shumë raste që thonë, une nuk agjerova për ditën e Bajramit e festoj, ose nuk i takojnë fest islame për këtë fest e festojnë. Po, absolutisht, dhe me thonë, ato gëzimin kanë të drejtë të ndajnë, se cili, por në një gjithë duhet të kuptojnë, sepse nuk duhet të ikim disa parimeve cilat janë shumë kruciale edhe parim janë shumë themelore. Pse duhet me prevalu bindja në Zot. Dhe me thonë, agjerimi ekskluzivisht thash bëhot për shkak besimit që kemi ndaj Zotit. Mirë për që thot profeti Muhammed a.s. një nga shumë hadithët e ti, thot njeri ju shpërblehet bi bazën, veprat e njerëzit shpërblehen sipas qëllimit që e ka. Domthon varësisht prej qëllimit që e ke, ashtu ke më shpërblyt e Zoti. Nëse e ke qëllimin për bindjen në Zot, ke më shpërblyt për bindjen në Zot. Nëse ti qëllimin e ke për me gëzu, ku ta di unë bashkëshortën ose dikan edhe s'është fetar, domthon te e ke bë për atë, po se ke bë thjesht për krijuesin, për Zotin. Sigurisht një ndër veprat kryesore është edhe takimi me familjar, vizita atyre dhe miqve të tyre. Çfarë do bie sjellën kjo në shoqëri dhe sa i bashkon njerëzit? Shikoj, unë vi nga Ferizaj, sikurse ishte më herët e Gëzoni edhe Krishniku, në kohë ndjen më të mirë kur i shef njerëzit posa të falet namazi i Bajramit, në radhë të parë shkojnë te familjarët e vet. Aty bëjnë Bajram edhe gjithë familja, po flas për këtë që janë burra, sepse gratë shkojnë te gratë, edhe burrat kur i shef në për lagjet qytetit ose në për lagjet e fshatrave, kështu që i themi në akriba ose farefisi. Dhe mënë kushërinjët, i shef duke shkuar të njëri tjetër të secila shtëpi për të bë Bajram, dhe aty bojnë Bajram dhe mënë me vajza, me gra, me trije, me treja, me gjithë. Kjo është ndjenja më e mirë. Dhe mënë, por ku ta gjejmë në qëtë forcë, edhe që ta themi këte motiv, që kështu të na mbetet, s'po themi si kur ditën e Bajramit, takëm të gjasojmë ditës Bajramit, këtë gëzim që po e sjell. Pikërisht desha me të pyet sa mundemi me mbajt këtë frymëzim që e ka Bajrami gjatë tërë vitit. Këto, do të thonë, këto është çështja dhe këto është dilema, sepse këtë mirësi që ne e kemi fituar edhe këtë të mira që i kemi bërë për gjatë muajit Ramazan, edhe gjithë këto vlera që na i kemi marrë muajin e Ramazanit, mos me e bë sezonale këta. Do të thonë mos me na mbet kjo sezonale vetëm muajin Ramazan. Prandaj e thashun në fillim që
do të gjejmë forcën, motivin edhe besimin e palkundër që t'i vazhdojmë edhe në muaj tjerë. Sepse për një me Ramazani ka sjell begati shumë të mëdha. Ju keni pa edhe restorane dhe gjithka, keni pa njerëz të bëj iftar bashkë. Sigurisht, sepse kemi edhe disa raste që ndoshta dikush agjeron për një muaj edhe e marrin si detox, edhe fillojnë përsëri të rikthehen. Është, do të thonë, për ata unë thash, parimet janë parime, edhe kur për asnjë çmim, edhe sikur ta jep pasurinë e gjithë botës, njeriu duhet të ketë disa parime në jetën e vet. Edhe duhet të jetë i palinkullur në ato parime edhe në ato qëndrime. Nuk duhet të ndryshoj domosdoshmë për shkak të rrethanave, edhe për shkak që të krijohet ty një mundësi me heq dorë prej parimeve. Besimi në Zot, e thash, është i paluhatër, besimin vetveten në familjen sigurisht, besimin në farefes, mshënë kështu në gjithë shoqërinë njerëzore. Por secili do të jetë një augur i mirë, edhe që është e fjala e popullit që thotë gur bëhet mur. Domthonë një guri do ta hedhësh ti, një guri do ta hedhë tjetri, edhe s'kan qenë kur njerëzimi prej që është kriju kjo botë, s'kan qenë kur krejt mirë, na të kuptohemi. Ka pas qysh prej djemve të Ademit alayhis salam, kanë filluar nga tresat e para, ato janë po në menoj që jemi më mirë, se sa që ka qenë për para në gjitha aspektet. Kështu të paktën unë e mendoj. Po edhe domethënë, ju e keni pa gratë nëpër shtëpia sa mundohen për ëmbëlsira ndryshme, përgatitin. Unë nënën e kam 76 vjeçare, shpesh ju thot reja të vetë, thot oj reja, ul në pak thot se Bajrami s'jam në polet. Bash e marrin Bajramin me domosdoshmë. Shumë e vërtetë sepse e marrin aq të madhe sa sigurisht. Po që ka raste që dy individ apo dy familje në kushte normale janë në konflikt me njëra tjetërën, po për ditën e Bajramit bëjnë paqe me njëra tjetërën. A e ka këtë fuqi festa e Bajramit? E ka pa diskutim dhe ju dini që ka pas njerëz që kanë qenë gjak ndoshta për vite të tëra, edhe është bërë sebeb dita e Bajramit, edhe hiç s'po e përmendni domosdoshmë me emër, por mbram jo më largë, që kanë qenë pothuajse në hasmëri një familje dhe ja shtrin dorën njëri tjetrit. Përndet të kësaj feste. Përndet të festës. Edhe domethënë aty pat lot gëzimi shumë në fakt. Moment krenari edhe emocionale. Absolutisht. Me patjetër. Ja dorës s'ka diskutim. Dhe këta e ban, thash kush e ban, ai i cili ka parime dhe ai i cili ka bindjen te krijuesi i gjithësisë, që na ka prunë këtë jetë. Edhe njeriu mund të jetë mbret, mund të jetë shërptor, mund të jetë i pasur, mund të jetë i varfër, mund të jetë i bardhë, mund të jetë i zi, po që të gjithë ne kemi në vend caktuar se për kësaj jete kena mu largu një ditë. Edhe kena me dalë para Zotit me dhënë llogarinë e kësaj bote. E më mirë është çat llogari me dhënë për shkak të veprave të mira që i kemi, se sa për shkak të veprave të ndaluara si jo të mira. Von me na peshu veprat e mira, dash Zoti i madh. Po sipas këndvështrimit juaj apo praktikohet feja islame nga të rinjt në vend? Po. Unë kam fillu 92-ën me i falë namazit Taravih, domethënë për të parë kam qenë në vitin e 2 në shkollën e mesme medrese, ndërsa jam nga 93-ta. Po ta krahasosh kohën, po themi të para luftës, mi marr ato vite fare. Me këto vitet e fundit absolutisht, domethënë është xhamit sot janë, mund të shohësh rendin e parë me gjenerat më të vjetër, tjetë janë 3 krejt. Çështja është ato mësime që i marrin në xhami, sa i praktikojnë në jetën e tyre të përditshme, nuk them që i praktikojnë plotësisht. Po. Se domethënë një pjesë e madhe i praktikojnë, po është edhe një pjesë që domethënë ti e shefa normalisht nuk ndihesh mirë. Sepse je mundu me e dhoni këshill, je mundu me e dhoni mësim, dhe kur ke pa që në praktik nuk e ka zbatu. Unë e tham shpesh, me besu njerëzit Zotin, edhe fjallën e ti Kur'anin, nështë ta nas kishmi pas nevoj sot me pas jo na, po flasë shoqëria njerëzore, gjenia njerëzore, as ushtria së policisë, sepse s'kishme pas as nga tresa, as gjakderdi, as luftra, as ku gjatë dëmonë kishte me konë bëta në paqë. Po ndoshta kjo është urtësia e Zotit madhreshëm, a e dhe më mirë, se njerëzit i kalon të tjere dhe i sprovan këtë botë. Se nuk munden me obind këta njerëz. Po, shiko, prandaj e thash Zotin, njerëzit kur i ka kriju, i kalon të lirë. Edhe që i ka të regu njerëzve, çka është rëndësia jetës, i ka të regu në përmjet librave të shenjtë dhe në përmjet profeteve. Edhe në kohën e profeteve, domethënë, ka pas kur ka dalë pe bregut deveja, edhe kur Isait alayhis salam, domethënë që të krishterët e njohin se Jezu Krisht, ja ka dhënë Zoti një sofrë, ose sikur më thonë një tavolinë me gjitha të mirat.
me ushqim, prap një pjesë e kanë besu, një pjesë e kanë besu. Dhe se kur Zotit i kishë bërë krejt njerëzit preme që shto të shpëllojnë ana të mirë, atëherë sigurisht kishë me eksistu një dit e llogaridhonjes, por drejt njerëzit kishin me ufut në palatet që janë që shka premtu Zoti në xhenet. Prandaj njeriu, domethënë, gjykon edhe vlerëson vetë sa arrin me vepru, domethënë, keq ose mirë, por nëse e merr thash librin e Zotit, Kur'anin nuk ka ban asnjëherë. Megjithëse që kuptohemi tash njerëzit djallëzohen, a e merr Kur'anin në zonë mund të djallëzohet. Por prapë e tham që mendoj që njerëzit më shumë janë të mirë. Një ndër qytetet që veçohet është edhe Mitrovica për festën e Ramazanit, ku ndoshta edhe të gjitha lokalet, dyqanet mbyllen. Po. A është një ndër qytetet që e feston më fuqishëm këtë festë e Bajramit? A bën qytetin ma musliman, me thonë? Po, absolutisht. Mitrovica, të paktën njërin time, Mitrovica dhe Kaçaniku i japin që me thonë ngjyrë tamam kështu ngjyrë islame Ramazanit, sidomos Ramazanit, sepse edhe të kenim Ferizaj, domethënë dyqanet s'mërojnë asnjë për Bajram, qoftë Fitrin, qoftë Kurban Bajram, po e di që Mitrovica dhe Kaçaniku vërtet i japin ngjyrë gjithë muajit Ramazanit. Edhe që me që ma përmenën Mitrovicët, po e përshëndes edhe Enis Ramën, sepse e kam shok me drejtësisë, edhe është vërtet një kadër i mirë. Përshëndesim edhe ne, Hoxhën e nderuam. Hoxhë, edhe një pyetje po du me bë kështu kuriozitet. Ne si shoqëri, a ma shumë i festojmë festat e Bajramit apo vitin e ri? Pak një përgjigje pak sa më e vështirë me dhënë. Jo, ne mendoj që ma me shpirt edhe më me zemër e festojnë Bajramin. Edhe ma me dashuri e festojnë Bajramin edhe për ta jap një argument. Unë prej momentit kur hyna në Klan Kosovë, në televizionin tuaj nderur, domethënë prej Ferizajt fakt, po edhe këtë s'kan pushu asnjëherë mesazhurimet në gjitha platformat. Edhe prandaj thash atij kolegës, thash mbajma telefonin, kështu që për vitrinë nuk ndoshta edhe thënë që është Mustafa. Po e di që më pak urohet, megjithëse që na thash viti i ri ose fund viti e ka një karakter tjetër krejt. Për shpesh unë i tham njerëzve na fakt çfarë po festojnë. Përveç asaj që s'ka bazë e paganizëm e gjitha ato, po çfarë po festojnë, që po plakemi një vit më shumë, dhe po shkojnë më afër. Pa ja vlen me festu? Po. Edhe vitin e ri? Jo, njeri ja vlen me festu gjithë arritur të vetën. Kështu ne them. Njeri me feston gjithë arritur të vetën. Një biznesmen, keni pas sot biznesmen të fund vit, e japin kanë një drejkë për punëtorët e tyre. Domethënë e ka një festë për bilancën e vetë. Mirë po, në shpesh i thejme do t'i llogaritim vepra tona para se me në llogarit Zoti. T'i llogarisim ato biznesmenët që po nolën në fund vitit edhe bojnë bilancin, sa ka pas hyre, sa ka pas dalje, edhe sa ka pas saldo, sa ka pas mbetje. Edhe tash varësisht që ja farë mbetja ja krijon lumturinë ose hidhërimin. Kështu që si vit i ri, domethënë, s'mund të them që as është festë në fakt, sepse thash për me kon festë do të me pas një bazë dikon. Po ju me pëtët a festohet ma te për Bajrami, a viti i ri, unë mendoj që thash Bajrami ka një karakter krejtësisht tjetër, edhe mendoj që festohet ma shumë. Bajrami për hisë vërtetës ka dhe, keni pa dhe ka latë. Po. Gëzimi, emocione, po, absolutisht hidhrimi dhe ato. Dikush ka mujtë me pas një rast. Largimin nga kjo botë, ndonjë antarit familjes, edhe ti kur shkon me uru Bajrami, njëkohësisht ka gëzim, ka urim, po ka edhe qari, do marrë mërzi. A është e pranueshme që në ditë festet kemi edhe kësi momente hidhrime? Varsisht, domon edhe hidhrimi, do ta menaxhosh. Profeti me që përmendet të, ka thonë një hadith, ka thonë nuk është për i radhëve tona, ai që kur i vdes dikush e godet fytyrën e tij, i gris teshat e veta dhe vajton me vajtim të ignorancës. Loti, tash i ka ndodhur profetit kur e ka thonë këtë thanje, këtë hadith, i ka ndodhur që i ka vdek djali i tij. Ka ndroi jetë dhe kur e ka marrë me varros, i kanë rrjedh lotët, nga sytë për faqe dhe shokët kanë thonë, ja Rasulullah, o i dërguari i Zotit, thotë, ana ke thonë zban me çaj. Thotë unë s'kam thonë zban me çaj, kam thonë zban me vajtu. Thotë sepse lotët janë lotët e mëshirës. Edhe domosdoshmë është një ndjenjë e përzier që
pa diskutim, unë sa do më pyti për babin tim, po më pytë tha sa vite i bani që ndroj jetë haxhia, tash me 18 qershur i ban 4 vjetë. Tu doli Shabi Xhamis, e vërtet 4 vjetë i ban, e ka pos një mësh, po me që thatë më rrjedhën latët. Ashtu është lidhja. Pa diskutim. Është edhe fesë emocionale. Është fesë emocionale pa diskutim, tash. Hoq, për gjithë ata agjerusit, në fakt jo agjerusit, që nuk arritin të agjerojnë këtë muaj të shenjtë Ramazanit për arsyet të ndryshme, si mund të shpaguajnë këtë? Shikoni, Zoti e ka bë obligim agjerimin për neve, edhe në ka thonë e kena bë obligim edhe për ata të cilët ishin para jush. Verseti vazhdues, do mënë vazhdon ky verset kuranor për ata të cilët janë në udhëtim, të cilët janë udhëtar, për ata të cilët janë të sëmur, e kështu me radhë. Do më thonë, ata mund të shpaguajnë, do më thonë për një arsye se tjetër që s'kanë mund të me agjeru Ramazanin, mund të shpaguajnë vetëm me agjerim të ditëve të humbura gjatë vitit. Pra ashtu këto për të smurit me smundje kronike, ata mund të ajopin nga një fidje, do më nga një ushqim ditur t'ja paguajnë të varfërit, herë 29 për shembull i ka pas këtë ditë, ju e dini ka caktuar një shumë bashkë Islame sa duhet jetë. Por nëse s'ka kur gjatë, do më thonë, ai mundet vetëm një pjatë me hurme, edhe një hurme mja në dikujna, sepse Zoti e ka mëshirën e madhe, pa diskutim. Po jo që ta marrim ne, që t'jemi sinqert, se shpesh po i përmeni këto parimet, jo ajtë si sot po muj me agjeru, nëse s'po agjeraj, kur do t'aprishi, kur do agjeraj, sepse feja ka prej Zotit, edhe i ka rregullat e qarta, edhe i ka të mirë përcaktuara, që ne vetëm i përmbajmë ashtu siç na kanë ardhur. Hoq, zakonisht e kemi pa që në Bajram janë gratë, apo nana tona, motra tona, ato që edhe servojnë, po edhe gjatë Ramazanit, janë ato që bëjnë iftarin, syfyrin. Sa shpërblehen këto gratë tek Zoti? Pa diskutim, sonë besoj që keni lexuar dhe i keni dëgjuar prej xhallarëve të tjerë, nana tona edhe gratë shpërblimin të Zotit, që domthonjë që përgatisin ushqimin të Zotit i Madhreshëm, shpërblimin e kanë barabar me ata që e agjeron Ramazanin. Domthonjë se ato vetë janë agjeruar, por plus e kanë edhe një shpërblim barabart me ty që ke agjeruar Ramazanin për shkak të mundit që e japin gjatë gjithë kohës. Domthonjë edhe në syfer, edhe në iftar, edhe mjafton veç mirësjellja pa diskutim. Hoq, a ju lejohet të krishterëve ta festojnë festën e Bajramit dhe anës sjelltas ata që i përkasin festë islame, është dhe festë katolike? Jo, domethënë për muslimanët jo, që t'jam i sinqert, se jo e ledhe Don Mikelin e thash që vërtet unë e kam mek, edhe e kam mek sepse ne jemi shqiptar, apo do më jetojmë këtë vend, kemi dhënë kontribut për këtë vend, edhe kemi me dhënë për sot jemi në këtë jetë, edhe sot jemi me shpirt, po muslimani është muslimani, krishterë është i krishterë, na t'jena sinqert për këtë. Edhe Islamin, unë e thamë shpesh kur të më pyesin, e thonë njerëzit Islami është feja më e re, fakt Islami ka filluar me kohën e Ademit, Alisam njeri të parë, edhe kjo është, kur ka ardhur Kurani është plotsu, domthonjë shpallja, është plotsu prej Zotit. Se jo pse njerëzit Islam s'kan pas, se kanë pas, por e kanë manifestu, domthonjë praktiku fen në forma të ndryshme. Mora sot edhe në gjatë ligjërimit e bota, për shembull Davudi Alisam, që të krishterët e quajnë Davidi, ai gjithë jetën e tij një ditë ka xheru, një ditë e ka ndërprej. Një ditë ka xheru, një ditë e ka ndërprej. Domethënë edhe kështu derisa Muhamedit alayhis salam Zoti ka ngrit në qiell lart, atë kur ka bën namazin obligim me gjitha këto që na sot i përmendoj. Domethënë për muslimanët nuk mund të themi që na lejohet ose lejohet në fakt. S'mund të jemi pas sinqert me vetveten, as me ato që i përfaqësoj, po e para me krijuesin. Nuk lejohet muslimanit ta festoj Krishtlindjen ose Krishtlindjen, sikundër mendoj që edhe të krishterët nuk e festojnë Bajramin. Ai mundet me ardhi me angur një ëmbëlsire, me pini pije, me ta ardhur. Por lejohet urimi. Po, absolutisht. Po, që t'jam i sinqert, jo se në Shqipëri shkoj shpesh dhe takoj aty studenta shumë. Edhe për takoj një studente, edhe kishte një kësht vizatun këto në Kra, për e pës tash e krishteri, jo, së jam e krishteri, dhe po një me kesh krishteri ma ka bëha. I folën të gjëra që s'po i thëmë së është, jemi në Bajram, po kursejem prak. Nëse në një qift bashkëshortor, është burri musliman dhe gruaja katolike, a është e drejt me ja festu ose me ja respektu fejnë grua? Po, se edhe ashtu muslimani mund të merë, i lejohet, po ka të drejt me ja respektu absolutisht.
Po s'ko drejt i baj... Po absolutisht, po jo që t'i baj rritet që i banë. Kështë respektojnë hapësirën e njëri tjetrit. Po e respektojnë për shkak, po normal, për shkak që e ka bashkëshort. Po që ka filluar të zbehet kjo praktikimi me shku mësafir me auru festën e Bajramit njëri tjetrit? Shikoni, nuk e din në qëfar prizmi juve shefni, unë e thash atë që unë e shof gjatë festave të dy Bajrameve, nuk mendoj që është zbej. Për kundra Zebelon e mendoj që është... Fuqizuar. Do më është fuqizuar dhe është kuptuar i do më e kanë shumë më mirë se nështë që e kanë pas për para. Por në ngjyrëm që mendoj që nuk duhet bëhet për Bajram, është kjo dalja e tepërt të mbramjeve. E dini na për diskoteka, na për të gjëra, do nëse e hum kuptimin. Tani s'mund themi na në mëngjes isha në xhami, edhe e festova Bajramin edhe në mbrëmje po shkojnë në diskotekë edhe po e përdor alkoolin, sepse s'ka sens mandaj. Pa sens, është pa kuptim. Apo transmetohet kjo frymë islamike brez pas breze? Po, absolutisht. Absolutisht edhe unë mendoj që secili prind që ndjen veten musliman, kur fëmiu fillon fjallën e parë që e përmend bab, ose nën, ose mam që i thojnë, tashti do t'ja mësojnë fjallën la ilaha illallah, që është nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Do të mësojnë se pse e kemi obligim, ashaj që se ndjen, e kupton se cili ka mu gjiku për vetveten, edhe mbi bazën e veprave të veta që i ka bo. Për para s'kina pas në fare që këto rrjetet sociali e dini, edhe unë e menoj që sa janë të mira, kam thonë këto, janë edhe dëmshme, në fakt po janë dëmshme, sepse sa do po shpërfaqet të një kategorie njerëzve, o rrjetja e jashtëzakonshme, dhe më të lexon fjalë nga s'ta merr as imagjinata, ose s'u imagjinon fare, çfarë fjalë dje mbram fakte për cilla që Lumiri, kryetari i LDK-s kishte dhënë një iftar për myftijën dhe për fashësues tjetër Bashkisë Islame, edhe një komentues që më ranë në sy kishte qenë aq negativ, që s'munda me marrë me menë. Fundit, nëse ti nuk e keni fjalë pozitive me shkru, të paktën mos shkruaj si fjalë negative, nëse nuk e di pse kjo rrejtje sinqerisht. Ose dikush që thot fatkeqësisht se mendon se unë jam patriot, jam kombëtar, ose duhet me konfetar, ç'është ashtu. Sa jemi ai që besimtar dhe që është fetar, ka obligim me kon kombëtar, advetar, edhe me rujt sigurisht tokën e vet edhe vendin e vet, pa diskutim. E kjo domethënë, kjo nuk është e mirë, po mendoj që ndoshta me kalimin e kohës, ose ndoshta po i pengon që e thatë ju më herët, këtë brezin e ri që po e shohim. Po. Edhe çfarë ta tregoj se edhe ushtrojke sheshin e Ferizaj para disa viteve, edhe një mek më morin pej me shku e fejoj djalin, edhe për më thot dikush tjetër në fakt. Po ishte me ta, tha, duke shtruar sheshin në qytet, tha po i vrojtaja, po i vëzhgoja, do më po i përcjellja shumë të ri që u falshin xhamin e madhe në Ferizaj. Tha unë bosh o borri, tha dhe kum kajt. Unë e thash po mirë, është me kojtë shumë mirë, se kjo lëtë që t'ka dalë, thash, të të zëtë i shpërblesh, thash, se pas ke botë qëllimin e mirë. I më thash, qëfar qëllimit mirë, dhe unë e thash, të merë këtë që shmë o falsh të të rritë. Më në ka dhe kësi botë kuptime, kuptan. Thash që, dhe më thonë është, unë e menoj që është absolutisht e papranueshme me sulmu tjetrin për shkak të bindjes që e ka. Unë e se sulmoj kur një krishter për bindjes që e ka. Në fakt se sulmoj dhe një ateist, thash si musliman që jam, e kam u për obligim me jam mësu, ose me jep shila, dhe si në vëmendjen e ti, atë që kanë mësën Zotit, pa diskutem. Sepse nesër kur dalim para Zotit, s'munët me thonë, kur kush valla s'pas kam pas një uri. Se Zotit prandaj i ka dërgu profetet edhe i ka që librat e shajt. Jemi drejt fundit, një pyetje desha me ta bo. Shqiptarët i përkasin edhe disa feve të ndryshme. Po feja shqiptarit cila është? A është shqiptaria? Jo, unë mendoj që feja e shqiptarit, nuk e them unë është shqiptaria, sepse qysh prej Vaskopasha, kush ka thonë këta? Vaskopasha, që ka qene? Varsisht njëri që shë kuptanë. Sinqerisht, unë mendoj që feja e shqiptarit është besimin e Zot edhe besimi pa lëkundër. Ne, prandaj unë e thash, ne e kemi shqiptarinë e kemi bashk,
Zotin e kemi një, tash unë e mendoj, edhe kështu na mëson Kurani, që ne kena drejt atë që e besojnë a Zotin, edhe e drejta dhe drejtësia është në anën tonë. Edhe feja jonë është feja që na e ndjena në zemër. Unë personalisht ka dorë Zotit që falem prej klasës 6. Dhe prej klasës 6 se kam ndërprej namazin asnjëherë, ka dorë Zotit kam shkuar me drejtë, sidomos kam marrë të udhëzime me kohë, por feja jonë është feja thash që ndjem besimin në Zot. Ju e dini që domethënë me shumicë so i takojmë, shumicë dërmuese i takojmë besimit islam, po thash që atë besim që e kemi, atë që beson atij edhe i përket. Absolutisht, pa diskutim në Zot, por shqiptarin duhet me rujt, pa diskutim, thash adetarizmin duhet me rujt, kombin duhet me dosh, kjo është e pa diskutueshme. Kjo në diskutohet, dikush po i fryn, ndoshta shtojnë atë qiriri të përçarjes, por në bedoj se se kanë arrit. Se kanë arrit, ju i patë statistikat i patë në regjistrem. Jemi një, hujt me këtë mesazh harmonik, po të falenderojmë edhe po e përmbyllim këtë diskutim për sot. Faleminderit shumë për kohën tuaj në këtë ditë të veçantë për të gjithë ne dhe urime edhe një herë feste. Jo, faleminderit dhe një herë për mundësinë e dhënë, faleminderit për ftesën që ma keni bërë në këtë ditë shejt, në këtë ditë feste, sinqerisht urime dhe përzemërsisht urime për juve, familjet tuaja, për gjithë shqiptarët, për gjithë besimtarët, për gjithë njerëzit të besimit islam, domethënë islam kudo që janë në planet, mirënjohje pafund për këtë popull që gjatë ardhes në rrugë e pata me kolegun, sot xhamat, sot kemi pasur për mrapa, vërtet xhamati jonë meriton shumë falënderim, shumë respekt, shumë mirënjohje pafund, sepse një bukë nëse e ka vërtet gjysmën e ka ndo për veten e për familjen, gjysmën e ka ndo për ne. Kështu që mirënjohet pafund për gjithë. Faleminderit edhe nga unë, urime një herë festa, Faleminderit se që i shumë shqiptari gjithmonë së bashku. Falenderoj shumë dhe një herë. Faleminderit shumë. Atëherë shkojmë një shkëputje të shkurtër.